50 fotografi me imazhe nga bregdeti i Splitit, peizazhe deti, arkitekturë të trashëgimisë kulturore dhe skena nga përditshmëria e qytetit dhe ishujve të Dalmacisë janë tema qendrore e ekspozitës Miniatura e Adriatikut. Artisti e diplomati Tonçi Staničić përmes një qasjeje estetike dhe emocionale i fton vizitorët të zbulojnë bukurinë e Adriatikut në detaje të vogla por domethënëse, në miniatura që përmbledhin shpirtin e një hapësire të tërë. Në kafe Galerinë Hani 2 Robertëve të Ajtën Mbrëma është hapur ekspozita fotografike që sjell atmosferën e ditëve të nxehta në Bregdet. Ka sjell vapën e verës në prag të pranverës, aty peizazhi i detit shfaqet në gjithë bukurinë dhe gjallërinë e tij. Në këto imazhe rrezet e diellit përqafojnë sipërfaqen e ujit dhe krijojnë një lojë të ndryshme reflektimesh, ndërsa uji i kristalt zbulon poshti i gurtë shumë gjërësh që duken si një mozaik natyror. Fotografitë janë zgjedhur si koleksion midis 60 albumeve, me rreth 5000 foto të autorit. Por ai ka veçuar tekstin e ekspozitës para fotografive, i cili është shumë i veçantë për të. Është një tekst i shkruar në këtë katalog. Në vitin 2011, një poet shumë i famshëm kroat, Jakša Flamengo, e shkroi për mua. Ndoshta për gjeneratat e reja ai nuk është i njohur, por për ne njihej si njeriu që shkruante tekste për këngët më të bukura. Ky ishte ai dhe unë isha shumë i lumtur dhe i nderuar që ai shkroi tekst për ekspozitën time. Fatkeqësisht vdes para disa vitesh. Filozofi dhe kritiku i artit Shkelzen Maliqi në fjalën e tij hapse ka theksuar rëndësinë e kësaj ekspozite dhe veçantinë e autorit, siç është shprehur në kohën e trazuar për botën, arti mbetet kujtesë për vlerën e jetës dhe të bukurisë. Më lindi nevoja të rëndisja të gjitha këto epitete për shkak të gjendjes në të cilën ndodhet bota jonë sot. Në kushtet e krizës aktuale politike dhe ekonomike globale dhe luftrat e njëpasnjëshme. Sot të gjithë jemi në rrezik ekzistencial. Ka zëra serioze që paralajmërojnë se ndoshta lufta e tretë botërore ka filluar tashmë. Ka edhe zëra që profetizojnë kataklizme, një luftë bërthamore që do të shkatërrojë jetën në tokë. E di që jemi në rrezik, por nuk dua të besoj këtyre profecive të errta. Kjo është arsye pse kjo ekspozitë më duket si një kërkesë dhe lutje e dëshpëruar që zezona të mos ndodhë. Edhe drejtori i fotografisë Afrim Spahiu e ka vlerësuar ekspozitën si përmbledhje të arrirë artistike që reflekton pasurinë natyrore të Adriatikut. Me një përmbledhje të një koncepti të quhet Miniaturat e Adriatikut, ka reflektuar në mënyrë të denjë gjitha pasqyrinë të asaj begatije që natyra ja ka dhuruar atij ambienti dhe atyre qasjeve që ai ka përjetuar në shkrepjet e qasteve të veçantë, duke na ofruar kompozicione të përkryera me një reflektim të një koloriti dhe formatit të strukturuar të një konceptit të përsosur. Prandaj, përgëzimet e mia janë aq shumë të mëdha sa që e ndjej atë të them që duhet të reflektojmë në gjeneratat tona, që i kemi këtu me numër të mirë fotografësh të rinj. Në ceremoninë e hapjes, ambasadorja e Kroacisë në Kosovë, Daniela Barišić, ka vënë pa aftësinë e autorit për të vërejtur detajet e bukurisë së vendit të tij. Të jesh njeri dhe diplomat i shkëlqyeshëm, sikurse ai, sikurse dhe fotograf i shkëlqyeshëm, duhet të kesh sy për detaje. Ai ka detajet më të bukura të vendit tonë. Për ata që nuk kanë qenë ende në Split, shpresoj që këto fotografi do t'ju bindin për ta parë qytetin me syrin tuaj nga afër.
Ekspozita është ftesë për të përjetuar qetësinë, dritën dhe emocionin e detit, si kujtime që mbeten të gjalla në fotografi.